falë, po nuk të tritojnë dhe droga tje brënda, si që nga kështu. Po pa tjetër pra po them, kështu që kjo ka nevojë për një hetim akoma më të zgjeruar. Se unë kuptoj që pa një mundet mashtrojnë. Në qoftë se. Edhe unë bashkë dua të kaloj në një çantë me ndonjë gjë që ka një faturë shumë interesante që i dorëzohet doganave dhe EMS-s, ku thuhet hekur, ato në produktet çajan. Po kush e bën deklarimin, profesor? Dhe në klapa zink. Kush e bën deklarimin? Hajde ti kuptosh to gallata që ndodhin këto shaka. Po profesor, kush e bën deklarimin? Lutem, tani. Po me kush e bën deklarimin? Ai bën subjekti. Një sekond, po kush e kontrollon? Po dogana për të kontrollon. Po këtë po them pra. Po dakord, pra po them që ka nevojë për një interpretim akoma dhe më të gjerë. Pra mund të jetë një subjekt. Tani çka ka ndodhur? Mund të jetë një subjekt brenda. Do të ta shpjegojnë në vështrim historik? Po pra, se jo. Ato që bëjmë aty në universitet, se fillojmë nga historia një herë. Kjo çështje është denoncuar për herë të parë nga italianët në vitin 2017. Që në 2017. Nga një televizion që merrej me këto të gjelbrat, lidhe me mbartit e gjelbrat. Po. Erdhi në Tiranë, një 2 ditë pati një kështu, po mediat nuk e vlerësuan. Shumë partit politike që se folën, sidomos këto vozi, e mbyllën, me aq. Thanë ka skore që dalin nga Shqipëria janë të rrezikshme, se për çfarë bëhesh fjalë ula. Ka denoncuar Sali Berisha ato tubat e pamshëm që ishin kështu si palla atëherë. Dhe në 2021 diku kryqëzohet një miku jon, një analist i sigurisë kombëtare. E kryqëzuan. Si e kryqëzuan? Një sekond me radhë. I thanë bën fake news. Po. Sepse në atë kohë bën një lidhje midis një prej pronarëve që është senator, ka qenë senator në Itali, dhe këtij personit që njohim ne, dhe thanë tani, shiko, ti nga që njeh atë, ja ke thënë atij këtë lajmin dhe ky është fake news, e kryqëzuan një javë të tërë atë njeri. Por, pavarësisht kësaj, Guardia di Finanza e vazhdoi sepse ky është një krim transnacional, nuk është i joni. Dhe vuri në lëvizje edhe Bazelin, edhe pastaj doli edhe Olafi. Dhe si pasojë 2017-s ne kemi atë që ndodhi vjet, pothuajse një vit e gjys, edhe këtë që ndodhi tani. Pra, është e njëjta gjë që vijon. Pra, po mos kishte qenë për ndërkombëtar për të huajt, ne s'do kishim marrë vesh gjë. Që në atë kohë, t'ishte marrë seriozisht, t'ishte hetuar, ore, çfarë blet ky italiani, çfarë të skori? T'ishte bërë hetimi, këto do ishin rreshtuar që atëre këto kontejnerët. Pra, e sfumuam, e lam, e kryqëzuam një person pa të drejtë, dhe tani shikoj se çfarë ndodhi. Pra Karamuçi, un kam vetëm nevojë, ndoshta edhe për publikun, se mbase kjo duket pak si abstrakte kështu. 102 kontejnerë. Një sekond. Si? Pra thënë kjo që sa po the, çfarë kupton? Që janë mbyllur syt more, që është lënë në vimësi kjo punë, është lënë heshtje edhe. Patjetër më. Tani prandaj po vetohet kjo, po për çfarë po vetohet kjo? Kush e ka përgjegjësinë për këtë? Po blet, unë e di ku do të dalësh ti mos e tri, po këtë punë mbyll Spaku, nuk i mbyllet prokuroria e Durrësit. Unë e di atë gjë. Por të garantova që Spaku do ta marrë shumë shpejt të dosin. Tu biem dakord të gjithë kam përshtypjen. Por kaq më. Ti Karamuçi në ndryshim nga ty, ka besimin që kjo çështje do të shkojë deri në Spak. Pra thjesht duhet presim se është çështje kohë. Vetëm pak durim, të lutem, durim. Thuaj informacionin më të bukur që kemi që dim të dy tani. Si? A di kush informacioni më të bukur kësaj që sapo theti? Që dim të dy neve. Çfarë? E di kush ishte drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në kohën ku po flet Karamuçi? Kush? Ergys Agasi. Ergys Agasi ka qenë? Në 2017. Edhe drejtori i Agjencisë së Mjedisit? Në ato kohë, kur po flet për 2017. Ore, një sekond valla. Tani kjo erdhi nga Italia në mënyrë, më fal, nuk erdhi në mënyrë zyrtare dhe nga prokuroria. Erdhi mediatikisht. Po pra. Po. Dhe prit. Atë çka e trajtuan si charlatan, si mashtrues. Ndërkohë që ti the gjë të rëndësishme këtu që pikërisht për shkak të atij denoncimit atëhershëm, këta institucionet thanë pritë Allah se ky vend më duhet të bëjë depozitë e vazhdoi dhe tha, ora, mund ta verifikoni se këto skore po na vazhdojnë. Kush e bënte? Normalisht e bën Olafi. Pse do dalësh me, ora. Tani mos e vazhdoni pa fund të debat, se po na ikin edhe minutat. Se ka reaguar dhe shoqata e gjyqtarëve për deklaratat e Ramës shumë në rastin për pjesën e dytë. E asaj kohe. U interesova sepse ne japim krimet mjedisore aty ku jemi në universitet. Dhe na ka ndodhur ne që ka krimet mjedisore, studimet. Italia ka një alarm madh, di pse. Nuk di në detin mes dhe i kanë humbur kontejner brenda ndet. Pyetje tjetër ke ty. Karamuçi kam nevojë vetëm të kuptoj diçka. Ndoshta edhe për qytetarët. Gjëra që do të dinë qytetarët. Jo, e kuptoj. Italia janë zhdukur kapiten anijesh për të mos qenë dëshmitar. Kontejnerët nuk kanë vajtur në destinacion në Afrikë. Janë fundosur në mesdhe. Pra, janë bërë hetime pa fund për to.
Edhe sa herë ka diçka në Adriatik, në Jon dhe në Mesde, ata kanë radarët gati. I kanë të gati dhe ngren direkt. Mirë pra, të çështje. e gjitha kjo ka ndodhur Çka ka ndodhur aty? Falë alertit të ndërkombëtarëve në Aty ka ndodhur një spirale. Pra nga media e ka regjistruar këtë Guardia e Financës, kanë hapur dosje gjurmimi e hetimit e kanë vazhduar dhe pastaj kanë nxitur të tjerat, jo vetëm për rastin ton, por edhe për rastin kroat që ne e përmendim shumë pak, sepse kjo është vimësi, pra transnacionale, nga këtu Kroacia shpërndahet e tjerë. Po, tha Edi që kompania kishte hapur një deg në Kroaci. Dhe Azia i ka pritur, pse në një rast Azia i ktheu, se këtu filloi ky ngërç. Këtu filloi ngërç. Vetë administratorja e sektorit SHVK që unë s'kam pas probleme me këto ngarkesa, e kam kalu 3 ose 4 herë, pra në të kaluar. Thjesht Karamuço, jo, e di çfarë doja të kuptoja unë vetëm për publikun. Pra çfarë bënte Kurumi në këtë rast? Gjithë mbetjet toksike që prodhonte, që s'kishte ku ja zgjesonte këtu në Shqipëri, i fuste në kontenjer me kompani tjera, i shpërndante, i çonte. Ne dim vetëm me një kompani në këtë rast. Pra ne nuk dim se kanë operuar të kompani tjera. Prandaj këto janë çështje që do të hetohen. Se këtu flasin vetëm për një. Kjo është një histori që përfshin shumë para, pra është një biznes i mirëfillt që përfshin para, se të paktën biznesi i mbetjeve është biznesi. Se te plerat për shembull e dim që është dhe mafia brenda. Biznesi Shiko, eko-mafia është domethënë janë organizatat më të fuqishme sot. E për këtë doja të kuptoja. Dhe italianët kanë një eksperiencë jashtëzakonshme për këtë. Mbetjet janë që nga radioaktive dhe deri ke këto mbetjet e tjera, po që janë të paqe rrezikshme. Si s'ka pasur dikur edhe këtu t'janë ngritur, jo, kanë dashur të cilin mbetje radioaktive në Shqipëri e tjera për t'i futur në këto tunelet e minerave, këto aspekte tjera. Se sa është, këto janë çështje cilët janë bërë dhe në media dikur. Ky është një element i cili ne nuk e dim ka ndodhur apo jo. Nuk është se ka pas një jetim specifik. Gjithsesi, e kuptoj shqetësimin e Bledit dhe ka të drejtë se thas me pakate nuk janë ato. Janë 102 kontenjerë me mbetje toksike. Mbanë që ka pasur histori tjetër. Histori tjetër. Çështja është tu del një problem shumë i madh sigurie në portin e Durrësit, sepse ne në letra kemi shumë siguri atje për shembull. Ku këtu s'po kapet as 1 kile drog një herë, në disa vite u bën që s'ka të gjë. Mendimin. Ne kemi një si permanente quhet ajo. Ajo s'është mbetje, po duket sikur s'ka kontroll fare në. Ja pra kemi këtë njësim permanente apo task force-ën quajeni si doni ju, kundër trafikimit të lëndëve narkotike atje, ka kaq vite që nuk kapet drog. Tani ne pas kemi nevojë se kjo është për importin, pra, ku vinë nga kesa kontenjer nga Amerika Latine. Tani ne pas kemi nevojë, patën nga këto dhëna që qojnë, një task force permanente për eksportin e lëndëve të rrezikshme. Se këtu flasim, pra vetëm në një rast 102 kontenjer, një rast tjetër që po ashtu kishte kaluar disa 10 kontenjer, disa nga kesa tjera që kanë kaluar ndër vite, pra kompania në fjalë e cila është në Rakus, ka një aktivitet tregtar për disa vitesh. Por çfarë ka ndodhur në vitet e tjera? Kështu që kjo është një ngjarje që patjetër unë bie dakord me zotin Koka për pjesën që ka nevojë për më shumë hetime, por mos ta paragjykojmë, ndoshta do të kemi dhëna që të shkojnë edhe më lart. Të gjithë shumë drejt. Rastin bankës. Edhe pak do duhet shkojnë reklama. Mbajti 3 muaj firi e çoi squad. Jam i shqetësuar nga ky modeli i fraksioneve i dashur, sepse sa më shumë fraksione bëhen, aq më shumë çështje nuk tetohet. Nuk praktike ngrej shqetësimi, sepse thashë nuk është rasti 1, 2 apo 3 kontenerëve, 103 kontenerë. Tregojnë që këtu kemi një sistem endemik, presioni politik, aktiviteti kriminal dhe çfarë është më shqetësuese pa diskutim, i presionit politik mbi institucionet për të mos ta bërë detyrën. Ku sigurisht këtu kemi korrupsion e gjë më e vogël, po gjë më e rëndësishme që është jeta e njeriu. Se po thënë këto 103 kontenerë janë në Durrës. Tirana nga Durrës 30 kilometra. Bledi. Manza ime po jetoj. Bledi. Të lutem, do duhet shkojnë në reklama dhe ka edhe një reagim nga shoqata gjyqtarëve ndaj deklaratave të kryeministit Rama. Falë, mund të thotë një gjë tjetër. Më dil pak, a ka shteti, a ka qeveria një kosto politike për shkak të kësaj që ka ndodhur? Se prokuroria e Durrësit dhe prokuroria e Elbasanit. Dhe jo dhe prokuroria e Tiranës. Prokuroria e Elbasanit për shkak se Kurumi e zhvillon aktivitetin. Sepse shumica e vendimeve për atë marrën në Tiranë. Dakord, nuk po e fuzon. Po patëm operacionin prokuroria e Elbasanit te Kurumi për çështje të tjera. Do arrestuar kjo çështje ska sensitive. Nuk mund të, nuk kemi pse themi neve me drejt thotë Karamuço që ka hallin prokurorës. E shkret ajo me 32 njerëz.
Se su bën 4-5 prokurorë. Bledi, a ka kosto politike për qeverinë ky skandal? Shkurt, se duat pyes edhe zotin Nesturi. A ky skandal, a ka kosto politike për qeverinë? Unë mendoj që e parë punës qeveria raportin e kostos politike nuk e ka më me shqiptarët, sepse shqiptarët kjo qeveri nuk i llogarit. Qartazi, sepse po t'i llogariste, sot Belinda Balloku do kishte dhënë dorëheqjen. Sot hejtimi për akshën do të kishte shku ke Baxhanaku dhe ke gruaja e Edi Ramës, mendoj unë. Dhe shumë e shumë gjëra tjera. Pra raportin ky pushtet nuk e ka me qytetarët. Ky pushtet e ka raportin aq sa ka ngelur politik me institucionet ndërkombëtare dhe edhe me ata çfarë po bën. Ka gjetur këtë mekanizmin që unë dyshoj fort se po ndodh, që bën një mega hetim me 32 njerëz, me 32 zyrtarë të shtetit. Dhe varroset çështja këtu. Dhe varroset çështja sepse në fakt çështja nuk shkon atje ku duhet shkojë. Një sekond. Disa prej tyre disa janë të biznesit. Zyrtarët kam ndërhyrë për të pse unë dyshoj që gjëja nuk do shkojë deri atje. Por kjo çështje, si më thënë, është thjesht dhe po hetohet në këtë mënyrë, thjesht për të që ne jo vetëm e hetuam, po i dënuam maskarinë që e bën këtë gjë dhe kjo gjë nuk ndodh. Pra, fajin e kishin pas sa zyrtar të nivelit të mesëm dhe të ulët, ndërkohë që ministrja, drejtori i portit dhe zëvendës ministri nuk dinin gjë se dihet që Shqipëri ka ca njerëz që kryesisht si punë të dytë në shtet, përveç se vjedhin bëjnë hajnë dhe darda dhe punë mbrapa kryeministrisë. Dhe di pse ka mund dyshimet ke kjo institucioni? Dakord, po themi prokuroria e Durrësit nuk shkon dot të ish drejtori i portit, sot është ministri i mbrojtjes. Nuk shkon dot as tek ish ministri i Mjedisë, sepse është sot deputet dhe ministri i arsimit. Po tek zëvendës drejtori i portit. A shkonte dot për të hetuar dhe për të verifikuar përgjegjësinë? Po çfarë do hetoj? Çfarë do hetoj? Një sekond. Po më fal. Çfarë do hetoj, zotëri? Pyetja është si arriti? Fal, Rumano, unë kuptoj që ti sot ke me tregu vlerat e tua si avokat. Dhe unë po tisha një nga ata të hetuar, ty do të merre për avokat. Dhe e bën shumë mirë. Po unë po flas si gazetar qytetar që më dhem kjo gjë. Dhe ajo që më dhem është kjo. Thuaj dhe jetë të dëgjojnë. Po them edhe herë, po tisha unë një nga ata. Ju lutem tani se po na ikin minutat. Klienti jot do të merre me shumë kënaqësi, do të paguaj sa s'bën. Por ky është pageshtrenjt. Po pikërisht pra, ky është avokati. Gazetari ka i tjetër mision. Misioni i gazetarit është interesi i qytetarit. Dhe interesi i qytetarit është për treguar. Edhe imi, e ati qytetari që është këtu ke ky vendimi, i cili unë mendoj që është dyshohet për kryer dhe personal në mënyrë. Po ti ishe një ato 32 të arrestuar, ti do ishe avokati imi preferuar. Por e vërteta është që për kuptuar përgjegjësinë ose qëllimi që ka prokuroria për të vërtetuar përgjegjësinë është, më fal, ke këto me imunitet nuk shkon. Po ke zëvendës drejtori i portit shkon? Po ke zëvendës ministri shkon? Sepse po shkon kjo ai që ka detyrimin për të miratuar ne kontrolli i portit Durrësit. E di kush është ironia e fatit? Një minutë. E di kush është ironia e fatit, o Karamuço? Që Kurum është një kompani që e ka çuar shtetin shqiptar në arbitrazh dhe i kërkon 100 milionë euro dëm shpërblim pse ka prishur kontratën me portin e Durrësit, meqense do s'postohej porti. Pra do më thënë, është ironike. Që përveç përgjegjësisë penale, personave konkret që ju i listuat aty në screen, ka përgjegjësi penale për personat juridik.